يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالندريم تكن الله عز وجل atë e falenderojmë për i ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatët i dërgojna Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, familjes e ti, shokëve të ti dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar, një pejgamber i Zotit prej pejgamberve që u quante Musa alayhi salam, që ishte prej 5 ulul azm, prej 5 pejgamberve më të zgjedhur. Ai alayhi salatu wassalam një ditë prej ditëve na tregon pejgamberi jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam në hadithe të shumta në Bukhari dhe vende të tjera, thotë se një ditë prej ditëve Musa alayhi salam doli me ju mojt ligjerat Beni Israelve, doli me i ligjeru Beni Israelve. Dhe Beni Israelet e panë që Musa si po i thur fjalit, sosanet po javë thët. Edhe i thanë Muses a.s. një prej qunave, prej djemve, mëse kyti dersin, ligjeratën, atë lloj tribunën, Musa a.s. Njëni prej djemve tha, o Musa, o pejgamberi Zotit, kam një pyetje, tha, tha, kona njëri në tuk ma ditur se ti. Dhe Musa a.s. nuk e tha si për lavdrim, por ai ishte për momentin pejgamberi Zotit, edhe prej 5 më të zgjedhurve. Tha, nuk ka në një më ditur se one. Kur e tha qështu, Allahu Azza wa Jall ja bëri një shërtim Muses alayhi salatu wassalam. Ja bëri një qërtim. Ta jo Mus, pse ja bëri një qërtim? Ja bëri pse nuk tha Allahu alem. Allahu e din mas mjeti. Nga që kjo pjesë neve me na mësu që mos e shih vetën tonë si njëri më i dituri. Se ka wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Edhe ka thonë Zoti në Kur'an, mbi çdo të ditur është një edhe më i ditur. Edhe ata si Muses, i tha, jo Mus, është një më i ditur se ti. Është një rob i imi. Tha, më i ditur se ti. Mirë po. Musa alayhi salatu wassalam si ja përmendi punën e dijes, jem të fol për dijen. Si ja përmendi punën e dijes, edhe pse ky ishte prej më të mirëve rusul, i tha, o Zot, e si të shkoj të qajt ata këjune, edhe të përfitoj për i ti. Kjo më na dhon neve mësim. Nëse ndëgjon që një njeri i dijes është dikun, bën çmës që të shkosh dhe të përfitosh për i ti, e jo ta lësh onash atë. I tha, o Zot, e si të shkoj une, te që ky rubi jot më i ditur që qenë ka më i ditur se on, edhe pse dietarët kur e zbërtyn këtë çështje thanë, jo pse ai ka qenë më i ditur se Musa janë në çdo çështje, por disa veç që ja ka dhënë disa sekrete, ja ka mësu Allahu që ati rubit, në disa veç, jo në krejt, më i ditur se Musa a.s. Por me gjithë ato qëtë pak, nuk tha Musa, qëre, a i po i di ka do qështje ma shumë se one, por one në tjera të di ma shumë, që që së shkajtë aj, se uli vetën në me shku me mësu të aj. Por mjaftën të Musa, pejgamberi Zotit, që diçka bilajdin, me një pik, diçka është ma i ditur. Edhe tha, o Zot, si shkaj? Allahu Azza wa Jall i tha, mënesh me shku, merre një peshk të ngurdur, edhe vëhen në koshën tënde, ose një çantë tënde,
Edhe thanë, shka atje ku takohen dy detrat. Që atje kur të nalni të një guri, kur del ai farpeshku jët, edhe pse është i ngurdur, por kur del vet ai prej koshiqës tonde, del dhe anis në tënë që ato kime takua trupin. Edhe shkoj, me veti e mori Musa Yusha ibn Nunin, që Yusha ibn Nuni pasta ju bo pejgamber pas Musës a.s. Atje shkoj me taku Khadirin, që thuna na, Khadir, mami lezuat, Khadirin, e që edhe ajnë saktën fjallë ka qenë pasaj pejgamber. Shkoj me taku. Kur shkoj e lypi dhe historia e gjatë, se su këtë qëllime me tregu qatë histori. Po është qëllime me tregu se sa kishte vlerë të Musa pejgamberi Zotit, edhe pse shpalljen nga ona Zotit e kishte. Po veç pse diçka i po din, mori udhtim të gjatë në kam, me shku me gjetë njeriu në dijes dhe me përfitu për tina. Edhe kur shkoj, historia për shkurtoj, kur e takoj ato, i tha Musa ati, që shja përmeni Allahu fjallët e ti, i tha, kale lehu Musa, hal attabi'aka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. O ti njeri, a më jep leje të shoqëroj ty edhe të mësoj prej teje, prej asoj që Zotit ka mësu ty. Ai ja kthej tha, qale innaka lan tastati'a ma'iya sabra. O Musa, ti ndjekum pra, hajde me mu të mësoj, por tut na që ti su mbadurim me mu. Edhe për shkurtaj, apet. Tha tut na që su mbadurim. Tha se unë të thamë sene edhe gjatë udhtimit, vërtet Musa në fillim s'mujti me badurim. Se ai ja thej anije njerëzve të varfër, Khadiri ja thej anije njerëzve të varfër, mbyti njeri, nëreqi një zet që ata si pranun, edhe historia e gjatë, po konkluza është, e prun ato me të regu se pejgamberi Zotit sa ishte i interesuar për dije. Allahu Azza wa Jalla ka dhënë ndësi dijes shumë, atë shumë, sa që e ka veçu në hadith e pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithe që ka sjellë Imam Tirmidhiu dhe Sheikhul Albani ka thonë është i vërtetë edhe në mendet të tjera, thotë se mos mendon ai njeri, pa pejgamberi sa la tazulu qadma 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'alu an, edhe i përmend. Tha mos mendon ndonjë njeri që në ditën e gjykimit kur të del para Allahut, që ka me bon një lëvizje në më të vogël para se me pyet Zoti për 4 gjëra. Cilat janë ato 4 gjëra që kokën kaq të rëndësishme? S'po mojshë një hap me bon pa të pyet Zoti për ato 4 çështje. Cilat janë ato? Pejgamberi tha, e para, umrihi fima afnahu. E para që ka me të pyet Zoti, ty është jetën tonë si e hargjove? Si e kalove jetën tonë? Si i hargjove ato 5, 6, 7, 80 vite që ti ka më dhonë? Qysh i hargjove? A i hargjove në khajr ajo? Kohën qysh e kalove? A e kalove na për badihavistika dhe gjëra të kota? Apo e kalove me njerëz të dijes, me dije, libra, mësim, lexim dhe ibadet? Si e kalove? Mos me ndotha pejgamberi alayhi salatu wasallam që ki me shpëtu as një hap me bon ditë gjykimit pa të pyet Zoti për çdo. Prandaj ajo një të kjo pikë është me përgatit përgjigjen prej tani. Si ka me i thonë Allahut për vitet që kanë kalun të dunja Zot, unë 5, 60, 80 vitet e mia kalova kështu dhe kështu. Zoti na rujt me bon me kon përgjigja ndonjonit prej neve, valla o Zot, 80 vitet e mia sen s'kam bon. 80 vitet ose 90 vitet, dikush edhe 100 vite të mia sen bet khajri s'kam qitune. Nuk kam në sen khajr mëropa. O bras ibadetet si kam kry, as urnat e tua në vend si kam qu. Zoti na rujt me kon një përgjigje e tillë. E para, e dyta ta cila, tha pejgamberi wa an ilmihi fima fa'ala fihi. Po çështjen e dytë, pas jetë kryesorën, që po të pyet ka Zoti, çështjen e dyta po për dijen të pyet Allahu dhe s'mundesh me kalu një hap në ditë gjykimit pa të pyet Zoti, po dijen. A more dije ajo? A u bone në i truj ditur ajo? A e praktikove dijen që e more ajo? Ka e more atë dije? A e more për njerëzve të dijes? A për njerëzve që janë Zotin arrujt, ja bëjmë bëk si krahasimi, që janë shejtan në format njerëzve? A e more dijen për qytyne? A more dije që me të mësu si me pi do hashisha?
e si me mbyt njerëz, e si me maltretu dhe si me tradhtu njerëz, a more dije për njerëzve që të kanë mësu se kjo është Zoti jon, e kjo është pejgamberi jon, e kjo është libri jon, paraqiti Zoti kanë më dol, prej kujt e more dijen dhe si e harxhove pastaj atë dije. Kujt ja dhe atë dije? A e more veç për vete apo ja tregove edhe të tjerë? Kjo e dyta, e treta tha, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah. Edhe tretën që ta pyet Zoti që s'mundesh me lëviz pa të pyet për to, është edhe pasurin. Te që krejt jetën tonë e harxhove veç për pasuri. Si e fitove atë pasuri? An halal an haram. Si e fitove dhe si e harxhove? A e harxhove ato për diçka ku jo është dosht dinit islam, që jo është dosht davetit dhe jo është dosht islamit apo muslimanit, apo e harxhove veç në mëkate, veç net në përvende të pista. Dhe e katërta atë që s'mundesh me kalu pa të pyet Zoti është wa an jismihi fima ablahu, edhe për trupin tënd që Zoti ta ka dhënë si dhuratë, e me përdor një kohë këtë, ato si e harxhove fuqinë tënde? Fuqia jote të harxhu të bën ibadete apo të ngajt sakoçeve? Fuqia jote si të harxhu? Edhe për këto Allahu Azza wa Jalla do të pyet dhe s'kan me të kalu hapat e të pa të pyet për to. Para to pse e përuna këtë hadith, se s'mundesh me lëviz në ditë gjykimit pa të pyet Allahu Azza wa Jalla për dijen. Çka tregon kjo? Kjo tregon për vlerën e madhe të dijes. Atë shumë ka vlerë dija, saqë Allahu Azza wa Jalla i ka vu kusht. Çështjes së dijes kur ta marrësh, atë ka vlerë me marrë veç për hir të Zotit, jo për hir dhe hatër të njerëzve. Jo me marrë dije se kjo ka vlerë. Senin e çmueshëm shumë, Allahu nuk toleron me përdor çashtu veç, por ta përdorësh për hajër dhe për të mira. Edhe për këtë çështje, dija don me qenë sinqert veç për Zotin. Jo mu lavdru para njerëzve, jo mu shit si ditur, por don me dija kërkon Allahu dijen që ti me marr, veç me hek ignorancën prej vetës tënde. Mos me qenë njeri ignorant, mos me qenë njeri pa ditur që s'din asgjë për Zotin tënd, edhe e dyta, me marr dijen, pastaj mja shpërndon njerëzve. Mos me marr veç për veti. Bobunësia e parë që të jipet ty, me taku një shok, një dashamir, me ja tregu diçka prej dijes çka Zoti ta dhuroi ty. Prandaj tha pejgamberi alayhi as-salatu wassalam, në hadithin që vjen prej Abu Hurairës, tha: "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allahi azza wa jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba biha 'aradan min ad-dunya." A tha pejgamberi selam, nëse na i kush prej njerëzve merr dije, që kjo dije do të mu mirë veç për hir të Zotit, son sa një çmushëm. Kjo dije do të mu mirë veç për hir të Zotit, e nëse ndonjani e merr dijen veç me zonë naj pozit në dunja, veç me naj pozit, naj çështje dunjas me arrit, tha pejgamberi, lam yajid arafa al-janna yawm al-qiyamah, ai njeri s'ka me as që ka me nuhat erën e xhenetit atë ditë kur dalmi para Allahut azza wa jalla. E që era, aroma e xhenetit njihet me vite larg. E ai që se ka marrë këtë, Allahu e boni kaq të rrezikshme sepse o shumë e vlefshme dija. Prandaj që sen të vlefshëm tha me marr për një diçka tjetër dunjos, për një qëllim dunjos, për një post, një pozit, tha në ditën e gjykimit as aromën e xhenetit s'kim janë, dhe hadithin e sjellë Abu Davudi dhe Ahmed Shakir, dhe hadith është e vërtetë. Jo veç kaq, po një hadith të ngjashëm me këto e sjell edhe Tirmidhiu që Sheikhul Albani tha është e vërtetë, vjen prej Ka'b ibn Malik, tha pejgamberi sa: "Man talaba al-ilma li yujari bihi al-ulama." Nëse ban vakia ndaj kush, nëse rastis ndaj kush, me marr dije, me mbledh dije, veç me shku me ushty me njerëz të dijes. Nëse ndonjani është një nxënës i ri, ai mbledh edhe t'i gjon argumente që nashta një dietar s'ka mujt këtë dijen, edhe është e vërtetë që s'ka ai dietar që mund të mbledh këtë dijen e botës. Edhe çka ka vërejt që ai dietari ç'kët pik spedika. Ai shkon edhe hallakot bashkë ato që kë spedin. Tha pejgamberi nëse rastis, ndonjani me mbledh dije, veç sa më shku më shty e me mujt dietarin, e që rregulli është dietarin me nderu, me respektu,
Edhe mja dha hakun, tha pejgamberi au yumari bihi sufaha, ose ju veç për kaq, ndoshta për këtë arsye, por ndoshta njerëzve të paditur me i shit men atyre, au yasbi wujuhan nasi ilayhi, ose njerëzja mja kthy fytyrat nga ai, a kukuso po di ka që kë, a kukuso po di që kë, tha pejgamberi, cili është rezultati i tij, tha adkhalahu Allahu an-nar, këtë lloj njeri Allahu do ta futë në zjarmin e xhehenamit, sepse dijen të çmueshmen që e lavdroi këtë ato derse që të falëm këtu përpara këtë xhumo. E lavdroi Allahu dhe pejgamberi, i dha pozitë madhe këtyne, ai e keq përdori. Këtë sen të çmueshëm e keq përdori, atëherë tha Allahu adkhalahu an-nar, Allahu atë ka me shtin zjarmin e xhenemit. Bili me një hadith edhe më të trishtues se kë. Edhe pse është hadith i dhaif, i dëb, mirë po e ka sjellë Tirmidhiu në Sahih. Ndërsa Ibn al-Arabi thot bëhet i vërtet në kuptim është i vërtet, tha pejgamberi. Men ta'allama ilman li ghayri Allah. Thot falyatabaw maq'adahu min an-nar. Kush ndonjëri prej juve mbledh dije jo për hir të Zotit, jo për me kënaq Allahun, jo për me heq ignorancën e tij dhe më kallzu njerëzve, por veç për të sanë tjera që përmendën më lart, tha le ta përgatit ulsen për zjarmin e xhehenamit. Le ta përgatit një ulsen zjarmin e xhehenamit, atë do ta pret. Prandaj është shumë e vlefshme njeriu dijes, për ta tha pejgamberi alayhi as-salatu në hadithin që sjell Buhariu. Tha pejgamberi sa men adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Kush mangus një veli. Veli është i dashur i Zotit. Kush mangus një dashur timin, tha pejgamberi sa hadithi shkutsi. Kush Allahu, kush mangus një të dashurit timin, tha unë ati lufti kam shpallur. Llogaret një të dashur të Zotit, kush e ngus, Allahu luft ati ka shpallur. Një njeri me të shpall luft është telashe, një shtet me të shpall luft telashe. Ndërsa Allahu Azza wa Jall, krijuesi udhëheci i kësaj toke edhe mbi ta dhe nën ta dhe krejt, Allahu Azza wa Jall ky me shpall luft është e madhe. A thu, kush janë të dashurit? Imam Ebu Hanife, edhe Imam Shafiu, po e bive fjalën e Imam Ebu Hanifes. Imam Ebu Hanife tha, nëse njerëzit e dijes nuk janë miqtë e Zotit, evliat e tij, atëherë Allahu s'ka evlia hiç. Atëherë Allahu ta s'ka miq hiç. Por kush këkën ata? Kush janë ngus Allahut një dietar. Sipas kuptimit të hadithit për Ebu Hanifes, kush janë ngus Allahut një dietar, kush janë ngus njëri të dijes, që dija e tij thret për tek Allahu dhe për xhennet, edhe për rujtje për zjarmet e xhenemit. Kush janë ngus atij Allahut një kësi njëri, Allahu lufti ka shpallur atij. Apo e vrejnë se sa Allahu e ngriti njeriu në dijes, a e vrejnë se këtë dije të shmueshme tek Allahu, me deviju rrugën, jo për hir të Allahut, sa dënim të madh pas ka njeriu në ditën e gjykimit. Na lusmi Allahun Azza wa Jall na fort na mëshiron. Lusmi Allahun Azza wa Jall për njerëzve të dijes të na ban. Lusmi Allahun Azza wa Jall për praktikuesve të dijes, Allahu të na ban. Lusmi Allahun Azza wa Jall që muslimanëve kudo në botë që janë, Allahu t'i ndihmon, në veçanti këto ditë atyre në Sudan, Allahu t'i ia vlerëson. Walhamdulillahi rabbil alamin.